Sot u mbajt mbledhje jashtëzakonshme e Këshillit të Komunës së Tetovës me këtë rend dite. Informacion mbi gjendjen e krijuar nga vërshimet në komunën e Tetovës. Propozim vendim për parashtrimin e kërkesës deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë për shpalljen e gjendjes së krizës në territorin e komunës së Tetovës të shkaktuara nga vërshimet. Propozim vendim për shpalljen ditëzie më datë 5 dhe 6 gusht 2015 në komunën e Tetovës me rastin e humbjes tragjike të personave në vërshimet. Propozim vendim për ndarje të ndihmës financiare për viktimat nga vërshimet në territorin e komunës. Nga komuna raportojnë se me votim unanim u miratuan të gjitha pikat e rendit të ditës. Mbrëm në orët e vona, televizioni Kohë ka marrë edhe prononcim nga kryetaria e komunës së Tetovës, Teuta Arifi. Do me thënë, si pas të gjitha saj që ne kemi si informacion, si pasoj e motit të vështirë, me thënë gjatë pasditës sotme, ka më shumë pjesë të komunës të cilët janë përkapur nga rëshqitjet të tokës dhe nga vërshimet. Unë personalisht inspektova disa pjesë të qytetit dhe normalisht formuam shtabin ton të emergjencës dhe po ashtu caktova për secilën nga njësit, do me thënë të qytetit, të komunës, nën shtabe, me qëllim që sa më tepër të mundemi do me thënë të ndihmojmë dhe të i kalojmë këtë situatë. Realisht në këtë moment, si pas informacioneve që kam, uji është në qytet i pishëm, do me thënë është në gjendje të mirë, përveç 2 lagjeve në pjesën e epërme me qëllim ku është ndalur prej frigës së rëshqitjes së tokës. Kryeministri Nikola Gruevski mbrëm urgjentisht ka udhëtuar për në Tetovë prese qyteti ishte përfshirë nga moti i keq. Ai e vizitoi Rechicën e Madhe ku dëmet nga përmbytjet janë të mëdha. Ka bërë kontroll direkt në teren, ka biseduar me kompetentët dhe qytetarët dhe pastaj ka shkuar në spitalin e Tetovës, ku janë hospitalizuar disa persona nga përmbytjet. Sapo e mora informatën për motin e keq dhe përmbytjet e mëdha që e përfshin rajonin e Tetovës, bisedova me 10 njerëz nga institucionet të ndryshme, që sa më shpejt ju ndihmohet njerëzve në rajonet e goditura. Më njëherë pastaj së bashku me zëvendës kryeministrin Peshevski, ministrin e mbrojtjes Jolevski dhe ministrin e Ministrisë së Punëve të Brendshme Çafkov, shkuam në vendet e goditura nga përmbytjet. Ishim edhe në Recicë të Madhe dhe atje gjendja është me të vërtetë e rëndë. Nga bisedat me banorët më është thënë se ka ardhur drejt e vërshimi i lumit nga yrat e ardhur. Ka edhe informata për viktima dhe dua t'i ngushëlloj familjet e viktimave, deklaroi mbrëm vonë kryeministri Gruevski pas vizitës në spital. Gruevski u bëri thirrje kompanive nga Shkupi me të cilat qeveria ka të arritur marrëveshje që të ndihmojnë për situata të tilla.